Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës Ujori, do bëjmë një mesazh për ju dhe ai është Princi i Kupës. Të dashur, të gjithë e dim që kur zemra flet, shpirti niset në rrugë pa hartë. Absolutisht. Sepse zemra e di që drejtimi është ndjenja. Princi i Kupës është një udhëtar i zemrës. Jo ai që ecën për të pushtuar, por ai që lëviz për të ndjerë. Është një mesazh, një lajm ndjeshmërisë, krijimtarisë dhe dashurisë që nuk ka frikë të lëviz, të ecë para. Ai shpesh është përfaqësuesi një mesazhi emocional, një ndjenjë që del në sipërfaqe, një kontakt i butë, një gest dashurie që po vjen nga askund, por prek gjithçka. Është një ndërmtar, është më në fund një lajm që do të prek zemrën tuaj, të dashur jor. Por çfarë është mesazhi në thelb që u jepet juve? Ju pyet, a je duke dëgjuar zemrën tënde? Apo jeni shumë të zënë duke bërë të duhurën, siç bëjmë zakonisht? Kjo letër të fton të ndjekësh rrugën për të ndezë nga brenda, edhe nëse të duket e çuditshme mund të duket e çuditshme për të tjerët. Dashuria dhe pasioni nuk janë për të luftuar, por për të ndjerë pa mburoja. Zakonisht kur shfaqet kjo letër, është dikush nga brenda apo edhe nga jashtëje, është gati të shprehë ndjenja. Mos e injoro ftesën, është dikush aty afër që po ndjen diçka. Nëse s'është dashuri, mund të jetë diçka aty afër që është duke të dhënë sinjale që këtu jam, të dashur ujor. Për çfarë do të jetë, është afër, një lajm i bukur për ju.